Ata I kanë reduktu problemet e të gjithë qytetarëve të Republikës e Kosovës në emrin e Albulena Haxhiu. Ne nuk dëshirojmë të kemi marrëveshje politike me lëvizjen vetëvendosje, u tentua që të ndryshohet mënyra e votimit. Në fakt, rregullorja e Kuvendit të Republikës së Kosovës përcakton mënyrat e votimit, për çfarëdo lloj votimi, që është e fshehtë dhe është mënyrë e hapur. Mirë po, kjo përcaktohet në fillim të procesit. Asnjëherë në histori të institucioneve të Republikës së Kosovës nuk ka ndodhur që të ndryshohet procesi dhe është shkelje në qoftë se një proces I tillë, domethënë mënyra e votimit ndryshohet pasi që ka filluar procesi. Neve na vjen keq që Kuvendi dhe institucionet e Republikës e Kosovës nuk po konstituohen. Sot në vend se kishim institucione të cilat do të merreshin seriozisht me problemet e qytetarëve të Republikës e Kosovës, me inflacionin, me çmimet e larta, me anulimin e vendimit të zyrës së rregullatorit për ngritjen e tarifave vetëm për qytetarët e vendit, duke përjashtuar këto 4 komunat veriore, domethënë vetëm për qytetarët me shumicë shqiptare. Ne sot në Kosovë flasim për një emër të vetëm, për emrin e Albulena Haxhiu. Qytetarët e këtij vendi, në veçanti ata që kanë votuar me shumicë, 42% që kanë votuar lëvizjen vetëvendosje, duhet ta dinë që jemi duke shkuar drejt një procesi të zgjedhjeve. Dhe po shkojmë zgjedhje, jo sepse si parti politike, atje në sallë, nuk po pajtohemi se si ta adresojmë inflacionin, nuk po pajtohemi se si ta luftojmë mafin energjetike, nuk po pajtohemi për mënyrën e arsimit, si me ecë përpara, për zgjidhjen e problemeve të rinjeve, për papunësinë e plot probleme të tjera, po sepse partia fituese, e cila I ka 48 vota, 48 ulëse në Kuvendin e Republikës së Kosovës, e ka një problem dhe një problem të vetëm. Ata I kanë reduktu problemet e të gjithë qytetarëve të Republikës e Kosovës në emrin e Albulena Haxhiu. Dhe në qoftë se shkojmë zgjedhje, shkojmë jo për shkak se nuk po kemi mundësi të zgjidhim problemet e qytetarëve të Republikës e Kosovës, sepse lëvizja vetëvendosje po refuzon të konstituojë institucionet dhe të merremi seriozisht me këto probleme, po dëshiron të përsërisim zgjedhjet për ta bërë zonjën Haxhiu kryetare të Kuvendit të Kosovës. E me votat e Lidhjes Demokratike të Kosovës, ajo nuk do të bëhet kryetare, as edhe pas një procesi. Ju e dini që Lidhja Demokratike e Kosovës tani më është e prerë. Ne kemi thënë nga fillimi kryetari I Parlamentit të Republikës së Kosovës dhe konstituimi institucioneve bëhet me marrëveshje politike. Ne nuk dëshirojmë të kemi marrëveshje politike me lëvizjen vetëvendosje. Kjo ka qenë edhe arsyeja pse ne nuk kemi marrë pjesë në takim. Për çfarë duhet marrim pjesë në një takim ku neve na kërkohet që na diktohet se si të votojmë dhe për kënd të votojmë, dhe natyrisht që nuk mund të ulen partitë politike për të biseduar për proces zgjedhor pa u konstituu kuvend. Nuk jemi te ajo piku në prap po e them, ne si Lidhja Demokratike e Kosovës njohim legitimitetin e votës së qytetarëve të Republikës së Kosovës dhe po e them këtu që ne nuk mund të shkojmë në zgjedhje dhe të përsërisim proceset zgjedhore, të shpenzojmë kohë dhe miliona taksa të qytetarëve të Republikës së Kosovës vetëm pse zonja Haxhiu nuk arrin me I pas votat në kuvend. Dëgjoni, ne kemi rastet për shembull kur është votuar presidentja në vitin 2021 që ka pas lëvizje të deputetëve gjatë seancës konstituive, domethënë prej një partie në një parti tjetër. Lidhja Demokratike e Kosovës respekton, domethënë deputeti nuk I nënshtrohet asnjë diktati përpas domethënë vullnetit të tij dhe është përfaqësues I qytetarëve të vendit. Jemi unik në të gjitha qëndrimet tona. Ne edhe për mënyrën e votimit tani më, edhe për qëndrimet tona, të gjithë grupi ishim unik, duke përfshirë edhe ata të cilët nuk ishin prezent. Ndërsa sa I përket asaj se çfarë kanë tentuar këta të arrijnë sot, unë nuk mund të spekuloj, duhet I pyesni ata se cili ka qenë qëllimi I tyre, por ajo që mund të konkludoj ishte që kjo ishte arbitrare, ishte shkelje kushtetuese dhe shkelje rregullore.